Jemi rikthyer në studio, ky është çasti i dur për të folur për familjet e mëdha. Unë jam një fëmijë që jam rritur në një familje ku prej babait tim ishin 8 fëmijë, të kuptohemi të gjithë me fëmijët e tyre, me nipër e mbesa e me gjyshër e kur mblidheshim të gjithë nuk ishte fest më të madhe dhe më të bukur. Kemi qenë familje të varfra, flinim edhe në tokë, megjithatë lumturia ishte jashtëzakonshme. Pikërisht për këtë do të flasim sot për familjet e mëdha me 4, me 5, me 6 dhe më shumë antar. Sa po t'i mblinim të gjithë kushurinë dhe të gjithë fisin këtu në studio nuk do të mjaftonin kamerat dhe ndriçimi, por me humor do të flasim për atë ndjesi të bukur e cila sot ka filluar të zhduket, sepse gjithnjë më shumë çiftet në Shqipëri po zgjedhin të kenë një fëmijë, ndonjëherë edhe asnjë, apo vetëm 2. Megjithatë, unë do të ftoj miqtë e mi një nga një këtu, të cilët më kanë nderuar në këtë panel. Ata janë doktoresh Malvina Tavçiu, pedagoge. Mirë se vjen Malvina. Si të ka? Mirë që jeta. Kënaqësi që je këtu. Eja, të lutem, ulu. Vazhdoj me Klodian Froku, gazetar. Klodi? Ja ku erdhi çasti i dur. Vazhdoj me Klaudia Murataj, gazetare. Klaudia e bukur ajon. Më Klaudia, do kesh shumë fëmijë. Si mendon? Se di jam kështu në më dyshje, ndonjëherë kur shoh familjen time them edhe po, por ndonjëherë më kap ajo mendimet e mia që ndryshojnë nga mëngjesi në darkë, më nga këtu e vite më po. Eja, ulu, vazhdoj me atë Nikola Kozeli, i cili na nderon prift pranë katedrales së Kishës Ortodokse Australe të Shqipërisë. Mirë se erdhe, Ejani. Si atë? Mirë, faleminderit që erdhe. Ne ju falenderojmë. Faleminderit Malvina, Klodi. Mirë, faleminderit për ftesën. Mirë që qenë jeni lodhur, ditë premte, ditë le të themi fundi javës që sigurisht mbyllet një intensitet i gjatë dhe këtu sot do të flasim atë me gjithë prezencën tuaj dhe me gjithë dashurinë e madhe me cilën unë jam rritur, siç e thash edhe pak më parë, për familjet e mëdha, për ato familje që kanë shumë fëmijë, po që po i mungojnë gjithnjë më tepër Shqipërisë dhe realitetit shqiptar. Është e vërtet, si mendoni ju? Shumë e vërtet është, aq sa ne po përballemi çdo ditë, paktën po flas për veten time, me ato gjithë ndjesit që unë përballem dita ditës, madje në komunikime që kisha edhe me asistentët, po i thoja ditën e djeshme që u bë gati më shumë se 5-6 muaj që po përballem me këtë lloj realiteti, duke i parë si barë për shoqërinë, pikërisht një nën me në rastin konkret unë kam 4 fëmijë. Po, është do ta thosha këtë pak ngadalë do t'ju zbuloj atë. Friksohem kur të dal në rrugë sepse duke qenë se janë një moshë shumë të vogël, nga përkatësisht mosha 1 deri në 10 vjeç, për 10 vite 4 fëmijë, edhe sigurisht që sigurinë e kemi të zero dhe kur dal në rrugë është i radhis kështu përpara dhe të gjithë të tut janë, pikërisht janë të mitë. Edhe kjo për shembull, pavarësisht se unë e marr me sportivitet, jam mësuar, por se nëse do të qasem një nëne që vërtet nuk është kaq e fortë për ta përballuar këtë lloj realiteti dhe paragjykimi, sigurisht që do stepej dhe do mbushej në pesimizëm, domethënë. Ashtu është e vërtet, në fakt ka shumë gjëra që realiteti shqiptar nga ndonjëherë ti përplas, pa e kuptuar se sa dhunshëm të vinë. Megjithatë, në fund të ditës ne kemi misionin tonë. Dhe besoj që është shumë e rëndësishme të ndihemi mirë, sidomos me veten dhe në familjet tona, apo jo atë? Këtë pyetjen e kam bërë të gjithëve. Në ashensor kur zbresim, miqt ose komshin më thonë, tu ti ke fëmijë? Unë kam 5 fëmijë vetë. Po them të mitë, kur vajtëm njërë në klinik për të bërë një vizit, mendoj infermiere si kur kishë një institucion, sikur kishë marrë nga një shtëpi fëmijë ose diçka. Më thotë mua, nga kisha keni fëmijët që ndihmoni? Jo, i thash, të janë fëmijët e mi. Ne ndihmojmë edhe fëmijët të tjerë, po këta janë fëmijët e mi, i thash, i kam bashkë me bashorten. Në fakt, ju të dyve do lë pak më vonë, do të ndjekim insertin që të hymë te kjo ndjesia e bukur e familjeve me shumë fëmijë. Mua më ka marrë malli, them drejtën. Unë gjyshrit e mi, 8 fëmijë janë nga babai im, edhe nga mamai im, gjithashtu janë 2 motra dhe 3 vëllezër, 5 kanë qenë të vogla familje. Dhe pastaj shtoheshim dhe ne nipër, mbesa, ato pjesa e festave, atë ndjesit familjare. Kështu nuk kanë ku t'i mbajnë, se ja dhomat 1+1 dhe nuk kanë ku t'i... Për tokë flinim, ca shtroheshin në divan, ca shtroheshin për tokë, do me thënë kanë qenë, po pse mërzite i kush, nuk mërzite i kush vare. Dhe problemi më i madh ynë është kur shkojmë tek prindrit.
Dhe kur shkojnë tek prindit si në Fier, nga qyteti i cili jam unë, ose në Korçë, tek qyteti i Bashortes, gjithmonë ndodh kjo gjë që do shtrihemi, dikush do shtrihet në tokë se s'bën. Se 7 jemi neve. 2 do jenë prindrit, vem 9. Po 9 për një herë. Le të ndjekim insertin dhe rikthehemi në studio për bisedën tonë. Në një kohë kur ritmi i jetës po bëhet gjithnjë më i shpejt, ku shtëpitë janë më të vogla, ende ka një vend të shenjtë që i reziston ndryshimit. Familja e madhe. Ajo shtëpi ku zërat përzihen, ku e qeshura nuk shuhet kurrë, ku tavolina nuk mjafton asnjëherë. Familja e madhe është një botë më vete, me zërat që thrasin, mami, babi, gjysh, gjyshe, të gjithë në të njëjtën ditë, në të njëjtën shtëpi, ku fëmijët mësojnë pa e kuptuar çfarë do të thotë të ndash, të presësh radhën, të falësh, të mirë kuptosh, të duash më shumë se vete. Ndryshe nga familja e vogël, që shpesh jeton me qetësinë e saj elegante, me ritualet e rregullta dhe intimitetin e ngushtë, familja e madhe vjen si një orkestër e plot. Këtu nuk e vetëm 2 prindër dhe një fëmijë, por një ekip, një skuadër. Në familjen e madhe çdo ditë është një histori, një këshill e gjyshes, një përqafim i motrës së madhe, një debat i ngrohtë mes vëllezërve, një këngë që fillon papritur dhe i bashkon të gjithë. Klaudia, 4 motra në një çati. Si ja dilni ju 4 motra në një çati? Si funksionon demokracia tek ju? Me thënë drejtën, momentalisht ajo që fiton është Reina, më e vogla fare, që është 5 vjeçë. Normale. Unë dhe Reina kemi 16 vite diferencë, erdhi si surprizë për familjen tonë, edhe është ajo që ose i fryn zjarrit, ose pastaj shqetëson ujërat dhe jemi kështu në bazë të dëshirave të asaj këto momente. Më përpara çik tolerancë se cili nga prindrit me të treja ne, por përgjithsisht edhe e gjejmë gjuhën. Me 2 motrat e tjera, në fakt që janë adoleshente, tashmë, kanë ato konfliktet e vogla të moshës, mendoj unë, jo më veshe këtë gjën, këtë robën, është e imja, këto probleme të këtij lloji, por që mami dhe babi kryesisht. Ja ku janë? Po. Të bukura si yje, të gjitha. Kam përshtypjen se vazhdonin me dëshirën për të patur një djalë. Jo, ja, kjo është pyetja klasike. Po, që e bëra unë. Po, edhe më gjithmonë pyesin, ore, ka dashur mami apo babi djalë, por jo, nuk është Nuk ka qenë fare ky qëllimi. Jo, nuk ka qenë fare qëllimi. Madje në kohën kur Rina erdhi në jetë, mami ishte në një punë shumë të mirë, pra pozicion shumë të mirë, shumë gjëra sikur po vjeshin ato pikat mbi i dhe na u duk pak jo okay, pra nuk e pritëm të gjithë shtatzaninë e mamit me Renën shumë mirë, sepse tham do t'i kthemi prapa atij kapitullit jo pelenat, biberonat, këto gjërat kështu. Unë isha adoleshente në vit parë gjimnaz, më dukej turp. Të shqetësoj kjo gjë. Po, më shqetësoj shumë, por ama kur lindi Rena ishte komplet tjetër gjë, edhe kam qenë pas Renës gjatë gjithë kësaj periudhe. Rodian, ju se fëmijë jeni? Ne jemi 3 djemë, fakt, po na ke kthy shumë mrapa në kohë me këtë historitë e bukura siç e the edhe ti, sepse unë kam pas fatin e mirë. Jam rritur në një familje ku kam 8 gjashtallar dhe babi 2 halla, që i thonë 11 fëmijë kanë qenë së bashku. Dhe ka qenë ajo disiplina e hekur që unë shikoja së mbajme në atë periudhë dhe shikoja një harmoni, pavarësisht se ishin ka shumë fëmijë dhe as shumë të disiplinuar, sa sot them e kam vështirë. Tani ne jemi shtuar shumë, secili nga gjashtallar ka nga 3 fëmijë, dhe ne kemi ardhur e ul dozën, madje gjashtallar më thonë, "Ha, me 2, se unë kam 2 fëmijë tani." Vetëm 2? Ja, i them 2. Jepi, hajde, edhe një 2 të paktën duhen, thotë. Po jepi, sepse është e rëndësishme, shiko. Sepse ata e shohin shumë gjë të mirë, në fakt këtë pjesën që sa më shumë fëmijë, secili ka riskun e vet, thonë ka kismetin e vet, kështu që është mirë që të rriten. Kështu që mendoj se ka qenë për mua atëherë që i maj mend dhe tani që i kujtoj, them do ja kishte zili edhe kinesë, do ja kishin zili gjyshit tim për numrin e fëmijëve që kanë. Madje edhe me shaka, se gjyshi nuk jeton më, i thoja ndonjëherë babit tim që i them, po t'ishe në këtë periudhë, gjysmë e buxhetit shtetit
me këtë bonusin e fëmijëve do e kishit marrë shtetit. Atë, jep bonus dhe shteti për ata që përpiqen. Jep një bonus, por për fëmijën e tretë e ka, nuk e rrit pastaj fëmijën e katërt dhe të pestë. Do thosë përfiton. Jo, nuk përfiton. Të njëjtën bonus që fiton për fëmijën e tretë 1 milion e pak, 1.100.000 e 1.200.000 sa është, të vjetra, është për fëmijën e katërt, fëmijën e pestë dhe pastaj deri në fëmijën e 10, nuk e di sa mund të. Mos thonë si 3, si 5, si 6, një lloj janë për Shteti njeh me shumë fëmijë deri në 3. Pikërisht këtu doja të ndalesh edhe unë, sepse edhe në momentin që linda fëmijën e katërt, në fakt dy të parët ato ai shpërblimi shumë modest 50.000 të vjetra që as nuk kishim mundësi të merrnim, nuk shërbenin për asgjë. Sikur me tretën në motivuam, kur të katërën thash, po pse sipas shtetit si 3, si 4, si 5, 6 një lloj janë, domethënë që këtu kuptohet paksa mungesa e politikave mbështetëse sociale për familjet e mëdha. Gjithnjë më tepër në fakt, nga një studim i kohëve të fundit që ka kohë në fakt atë që po ndodh, Shqipëria dhe shoqëria shqiptare po shkon drejt plakjes, nëse mund ta themi kështu, si mungesë e lindjeve dhe sigurisht mosha e mesme dhe ajo e tretë janë shumë herë më tepër se sa lindjet dhe të rinj që janë në Shqipëri. Plus edhe ata që janë po na ikin, po nejse ky është një hall tjetër, sot duam t'japim mesazhe të bukura dhe atë ndjesinë e bukur, Malvina, të jesh me shumë fëmijë në shtëpi. Atë, si është të rrisësh 5 fëmijë, ndërkohë që ti veti je shumë i angazhuar me punën tënde, me angazhimin tënd pranë katedrales ortodokse dhe sigurisht kur ke dhe shumë fëmijë të tjerë të cilët vinë dhe kërkojnë ndihmën dhe mbështetjen në kish. Fëmijët tek neve nuk erdhën duke u menduar shumë. Unë jam martuar para 18 vjetësh, asnjëherë s'kishim menduar që do bënim shumë ose pak. Nuk kemi bërë plane për fëmijët tanë. Erdhën si një fryt i dashurisë tonë. Bashortja ime ishte pedagoge, edhe për arsyen sepse ndonse ishte pedagoge në Akademinë Teologjike në Shumlash, thotë unë do bëj karrierë në familje. Dhe sot është mësuese e gjuhës angleze në shkollën protagonistët që është e kishës ortodokse në rrugën e Kavajës, edhe është një gjë e bukur, është një disiplinë brenda familjes, është një dashuri e madhe. Desha të thoshe atë që tha edhe gazetarja, Klaudia, që thotë që kur erdhi motra në jetë, neve nuk e kur mami ishte atzan, ne deshim e pyesin shpeshherë fëmijët. Dhe me shaka i themi që ne do mund të bëjmë një fëmijë të gjashtë. Jo na thon. I them pse kur ju lindëm juve, mos pyetëm dikë nga juve që të vinit apo jo? Kjo nuk është puna juaj. Është vullneti i dy prindërve. Dhe si duket oreksi vjen duke ngrënë. Nuk është çështje oreksi fëmia është një përgjegjësi, është çështje dashurie, është çështje përgjegjësie në shoqëri, sepse të lindësh fëmijë është diçka e lehtë, por që të rritësh fëmijë është gjëja më e vështirë. Shpeshherë me bashkëshortën kur bisedojmë i themi prindërit tanë nuk na lanë asgjë, por na dhanë edukatën. Neve të lëm edukatën dhe besimin tek ta fëmijë. Pastaj le të dalin vetë në jetë dhe le të çajnë. Pse duhet të bëhem unë skllav i fëmijës time që të i ofroj atij më të mirat e shoqërisë? Jo, gjërat normale, mesatare. Dhe ai le të bëhet dikush nesër dhe të përparoj. Unë i ofrova shoqërisë fëmijë. Kjo është një problem i madh në fakt, sepse ne ndjej veten gjithmonë e më shumë përgjegjës që fëmijëve t'ju ofrojmë gjithçka, Malvina. Sa e vështirë është për ty si nën, sigurisht 4 fëmijë me punën, me angazhimet, me të gjitha le të themi ritmet që ka jeta, sigurisht e një nëne e cila është edhe nuk qëndron në shtëpi, po është në punë. Shikon, nuk është edhe aq e lehtë dhe bukur krahas bukurisë, lumturisë që të fal familja me shumë fëmijë, domethënë në rastin konkret po etiketojmë veten me shumë fëmijë, pavarësisht se nuk doja të etiketohem kështu, se thjesht të shihen si numra, por nënat me shumë fëmijë të shihen si njerëz që po rrisin një brez të tërë, është e ardhmja, ka arsye plot për të parë me lumturi të ardhme, domethënë. Sepse ke fundit fëmijët janë bekim, edhe në çdo familje që Zoti ka zgjedhur që të sjellë fëmijë në jetë, ka dritë. E ku drita asnjëherë nuk është me tepri. Në çdo shtëpi drita është domethënë ndryshon gjitha skutat edhe errësirat, për veten time mua më ka ndryshuar totalisht jeta. Unë jam një person që e kam dashuruar
mosimdhënien, profesionin dhe karrierën time, por se në momentin që kam lindur fëmijën e parë dhe jam ndër ato persona që kam thënë një është shumë për mua, ose asnjë fare do vëjet e ta marr atje, por instikti më mësi, sepse Zoti e ka pajisur femrën, çdo femër me instiktet e nënës, me instiktet e mëmësisë, më ka ndryshuar totalisht jeta dhe i kam thënë nuk kaq më duhet bota, sepse gjithë bota është në duart e mia në këtë moment. Edhe më ka ndryshuar, është edhe çështje parimesh pastaj këtë tjetra. Unë nuk kam tentuar vërtet në uritë me shumë sfida, ndoshta tani unë për shembull po Sa fëmijë keni qenë ju në familje? 6 fëmijë. Kurse nga gjyshi, domethënë të prindërve 11. O zot, dhe kështu që jo kur nuk e kisha menduar veten dhe kur më thon a do bësh më, për momentin kam 4. Kështu që planet i di Zoti, jo. Unë pranoj çdo dhuratë të Zotit sepse jam bekim, por sigurisht që është sfidë e madhe në Shqipëri, domethënë. Unë gjithmonë ju them fëmijëve, sigurisht që çdo prind dëshiron të bëjë maksimumin më të mirën e mundshme tek fëmijët e vet, ashtu siç gjithë prindrit tanë kanë bërë për neve. Por në këtë kohë ku kemi një krizë vlerash, unë gjithmonë synoj tek fëmijët e mi të përcjell ato vlera dhe parimet më të qëndësishme për të dalë në jetë. Nuk dua t'ju dhuroj atyre shumë, dhe këtë po më thoshe vajza para 2 ditësh. E ndjej mami veten, jo si gjithë të tjerët. Në biseda që unë diskutoj me shoqet e klasës, vajza më e madhe është klase 5. Thotë më vjen shpesher turp, por shpesher ndjem krenare. Po pse mami të vjen turp? Po sepse ajo tregon nuk i ka këtu më thot me pushime, shkova këtej, lloj gjërash. Çfarë bëra unë mbaj motrën, ndihmoj mamin me punët e shtëpisë. Kjo pastaj është ndihmimi i madh që vjen nga të mirat materiale që në një moment e një kohë po jetojmë, tundimet janë të shumta. Sidomos Tirana është jeta ecë me ritme më të shpejta, angazhimi për fëmijët është pak më i vështirë. Kjo mund të jetë ndoshta fakti që njerëzit gjithnjë më tepër nuk duan të bëjnë më shumë fëmijë dhe të mos shkojnë te këto familje tona. Pra, në këtë kuadër, unë jam shumë krenare për fëmijët e mi, sepse i kam aftësuar ata që në moshë të vogël për të qenë të zotët e vetës. Pra të lanë, të ndrohen, dhe ndërkohë që djali 3 vjeç, në klasë 3 më fal, më thot mami, shokët e mi duan bukën gati. Se çfarë jam, sklavja jote të t'i bëj? Unë e kam për detyrë të përgatis mëngjesin dhe vendos atje në bufetapër, ju vazhdoni procedurat e tjera, unë nuk jam. Pra, që tani ato rriten që duhen respektuar, unë jam me atë edukatën dhe parimet e hekuta, unë kështu jam rritur. Nëse nuk i vendos pikat mbi dhe fokus që prindi ka këto detyra, ka këto liri dhe ju keni detyra, ne kemi detyra që t'ju mbajmë, por për vlera shpirtërore t'ju rrisim më së shumti, dhe t'i edukojmë të këto breza. Dosha dhe profesioni mësuesis më ka bërë kështu, por rjetën vazhdoj për balë. Sepse ju mësuese në shtëpi e keni. Sepse të rinjë sot nuk kanë dëshirën për të bërë fëmijë, sepse kanë humbur fokus i gëzimit. Si shoqëri, rendëm pas materiales, pas materjes. Të gjenim gëzimin në para, në dëfrime, në shoqërizime, nuk e di në makina, në shtëpira. Haruam që gëzimi vërtet i çdo gjëje është njeriu. Për çfarë lufton njeriu brenda kësaj jete? 80, 90, maksimumi të rrallë njerëz jetojnë deri 100. Kush është qëllimi? Fundja kush është qëllimi i njeriu? Njeriu ka haruar qëllimin kryesor. Perëndia kur e krijoi gruan i tha një urdhër. Përveç Adamit i dha disa përgjegjësi dhe gruas i tha: "Shtohuni dhe shumohuni, ti do të lindë dhe shtot fëmijë dhe me dhimbje thot, do lash mëkatin tënd." Të dy i tha: "Shtohuni dhe shumohuni mbi dhe, sepse do bëheni mbretër të zotëroni tokën." Shpeshherë neve duke u larguar nga mesazhi i Perëndis, nga ajo hynorja që na përsos dhe na jep gëzimin e vazhdueshëm, duhet të gjejmë gëzim në çdo gjë materiale. Dhe shpeshherë kur mbaron dita dhe kthehemi në dhomën tonë dhe në kravatin tonë, mbetim të zbrazur. Shpeshherë shumë njerëz sot i shikon të gëzuar në thonjza, të lumtur, të lyer, të veshur, po unë dua t'i shikoj të lumtur kur janë në vetminë e tyre, jo ku janë përpara njerëzve, se hipokrizia është mas. Po, sigurisht tani me rrjetet sociale është i lumtur, apo s'është? Shitur realitetin që leta bëjmë pak më fani, le të themi, më pak gazmore. Për të qeshur gazmore, se më fal nga ndonjëherë
Se kërkoj dhe keni ndjes mësuesin e publike gjuhës të sot vinë. tani edhe. Këto zhargonet i diskutuam dhe pikërisht dje në emision çuditshëm na vjen ndonjëherë më përpara se fëmijët tan po rriten Ashtu është. me anglishten, profesorin, kështu që janë të detyruar të ndjekim ritmet e tyre. Pyetja ime për ty është, ka momente gazmore në shtëpi dhe kush janë momentet më Çdo moment. Është fëmijët kanë një gëzim të vazhdueshëm. Momenti më i bukur dikush është për mua kur kthehen në shtëpi, që e din që është babi dhe kur rendin tek dera që të më presin. Nuk ka gjë më të bukur për mua ajo. Nuk e di, më përul, më bën harroj punët. Nëse kam për të bërë një punë në shtëpi harroj dhe i them punën i bëj tani tashmë në kishë ose në zyrë që kam atje. Në shtëpi nuk bëj dot gjë, sepse fëmijët më japin këtë gëzim dhe këtë mundësi që nuk e gjej dot jashtë dhe harroj çdo gjë tjetër. duke qenë sigurisht një figurë serioze, prift, një njëri, a stepen fëmijët kanë frikë nga autoriteti jot apo ti e heqe lë më njanë? Babi është për ta babi. Babi është babai për ta. Ata më kanë parë në kishë, më shikojnë familje, më shikojnë në rrugë, më shikojnë në ekskursione edhe në udhime që bëjmë, në pelegrinazhe, edhe në periudhën e beharit që mund të shkojmë në plazh. Jo, ata babain e duan për atë që është. Babai është i butë. Të them të drejtën, unë jam më milishëm se bashortja ime. Ndonë se ajo është... Duke qenë mësueset kanë shumë shpeshime. Vajza madhe ka një festë tani. Është një politik tjetër. Vajza madhe ka një festë, është në vit të parë të Preferojnë të gjimnazit. nxjerrin gogolin Dhe më mami. thot, babi të marrun pjesë të festa? I thash, duhet marrësh se mos marrësh. Ja, mami s'më dha. Mirë, mami ka një arsye pse s'të dha, sepse nuk duhet ula autoritetin e mamit, por mami ka një arsye, sepse mami ka disa gjëra. Ti duhet t'ia shpjegosh mamit të tëra gjërat, do vim së bashku, do diskutojmë, dhe pse jo të shkosh. Ne nuk rrisim fëmijë të veçuar nga një shoqëri. Brenda shoqërisë, Krishti çfarë i thot apostujve? Do jeni brenda shoqërisë, brenda kësaj bote, por jo si bota. Do jeni dritë për botën. Atë po, kur i shohin edhe prift, edhe baba të 5 fëmijëve, se këtu e kuptuam që kam Malvinën. thënë, Çfarë habiten njerëzit? Habiten, të tuti kemë, thot mua, po të miti kam, zoti që dha mua, të miti kam. Habiten shpesher, por edhe në kuptojnë. është bërë shumë normale për shoqërinë. Që priftërinjtë edhe mund të martohen në subkonsciencën e tyre është kjo ndjesia që... Prifti pa martuar. Po në ritin ortodoks priftërinjtë martohen. Ka dhe priftërinjtë pa martuar, por... është zgjedhja e tyre. është zgjedhja e tyre para se të zgjedhin priftërinë. Priftërinë në Shqipëri, unë do të thosha 90.9% janë të martuar. E kuptova. 1-2% janë të pa martuar, por janë të rrallë. Klaudia, kush është njeriu që ju pengon më shumë në këto lirit tuaja? Mora pak të spundo nga Ati, do me thonë 4 goca, që 4 kanë kërkesat ndryshme, të 4 ta duan të dalin, të vishen, të shkojnë në një parti. Kush është polici mirë dhe polici keq në shtëpi? Unë them janë në varësi të situatave, ose me mua kanë qenë, shiko, të them të drejtën, unë me mamin dhe babin, për shembull të them një fakt kështu interesant, është që për herë të parë në klub kam ikur me mamin dhe babin. Që unë i kam pra një marrëdhënie shumë si shok me ta, se sa më shumë ajo si prind. Patjetër që në situata të caktuara, ose janë kështu të rishje mos e këput, ose është mami tolerante, ose është babi. Patjetër me mua është vajza e madhe në 2-3 gjëra dikur, flas në adoleshencë, kanë qenë më të stepur për të ma lejuar, por prapë kanë ditur të ruajnë këtë balancën. Pastaj me Maribeli dhe Danielën është më ndryshe, se futem mikun edhe për 2 motrat e tjera, edhe prapë krijohet kjo toleranca. Janë tolerant përgjithsisht. Kur mblidhen i fisi, kushërinjt dhe gjithë bashkë, bëheni shumë mirë? Po. Bëheni shumë, a? Edhe në fakt, se shumë jemi, tani që mendoj jemi shumë, dominojnë ne gocat, me thënë drejtën, por po, bëhemi shumë, edhe ka raste ndonjëherë kështu gjyshërit, edhe na ngatrojnë emrat. Edhe këto të voglat, për shumë Lorena, ose gocat e tezëve, apo me radhë, mërzitën, nuk e kam emrin. Po si kur të vinte 1-5? Jo. Jo, unë jam jo, se di që me ndoj. Si dihet, po, jo, shiko që unë personalisht si Klaudia, kur e mendoj këtë pjesën, fakti the mamit, po ta shë bra unë për të bërë fëmijë, që do bësh pra? Jo. Po nuk e kanë si plan.
Por prap kur shikoj se si na ka rritur mami, Qesh Malvina, se është ajo pyetja që i bëjnë në mënyrë konstante. Po të pestin? Ne të trejave, se mami ime ka përfunduar gjithë fakultetin, ndërkohë që na ka lindur ne të trejave, jo Renën. Baj mend disa fragmente që mami ishte me Danielën në krah, në gjithë dhe vetë studionte për sezonin e provimeve, ndërkohë që unë bëja detyrat për në fillore në shkollë dhe Maribeli e dyta, që loze me lodrat dhe prapë kur mendoj çfarë sakrificash edhe që ja ka dalë tjetë edhe e zonja në të paktën në profesion apo në punë edhe prapë tjetë dhe një mami shumë e mirë, them edhe unë mund t'ja dalë. Ja, modelet janë ato që në rrisin. Klodi, Po më thoshe për momentet gazmore në fakt, sepse ti po thoje që sot kanë zgjedhur që të bëhen sa më pak fëmijë, përveç se kanë zgjedhur të bëjnë pak fëmijë, edhe kur martohen, tani nga kushërin, duket sikur edhe dasmën për evidentojnë, edhe çfarë bëjnë? Bëjnë një vogël edhe ikin bëjnë atë mujnë e mjaltit edhe dasmën duket se më kanë mbyllur. Marrin thrasin sa më pak njerëz dikurishim. Nga që janë mësuar duke pas këtë harmoni në mbledhje, kanë gjetë një mënyrë tjetër. Organizojnë ditëlinje, kemi 65 vjetor, kemi 75 vjetor. Sa vetë jeni këtu një për e mbesa. Nuk majnë, do me thonë. Dhe këta organizojnë të shi vetë ditëlindje. Dhe se duke qenë se jam mësu për qenë për bashkët, kjo është ditëlinja Halles, e cila mushi 70 vjetorin e saj, dhe një për mbesa. Sa të duash, mbizotrojmë meshkujt. Aha. Ndryshe nga familja e Klaudjes, ku bizotrojnë femra. Jemi më shumë djemë në familje. Që do të thotë që do të qoni emrin për para, kjo është e rëndësishme, sepse është mundësia që ka shikimtarët të shtojnë numrin. Dhe tani këta e mësu të organizime dhe që bëjmë, që s'boni dasma, thot, i fusin nga i 65 vjetor, 70 vjetor që të nga mbledhin. Tani me datën 21, ka dhe babi ditlinje, dhe po bonim listën për të ftuar, dhe shkoj të 9 vjeqi, vete me këta ta fërmit, 90 veta. Dhe më thotë, edhe pak si u afrove dasme, si tash. Me kuptimin ja që ma dje kur i prezentoj gocës, i them, babi, kjo është Gjagjaj. Edhe kjo Gjagjaj, edhe kjo Gjagjaj, edhe kjo Gjagjaj. Thotë, babi, sa janë këta? Gjagjallar kemi. Në fakt, do të tregoj një rast shumë të bukur që është imi personal me 10 vjetorin e djalit tim. Si që dhe gjithë e din, unë duke që një prindi vetëm, babi ime kishte gjithë kohës merak faktin që nuk po mund të dot që të bënte një fest të madhe dhe për 10 vjetorin e djalit sa do i ftojmë të gjithë. Dhe ne përfunduam 110 vetë, të kuptohemi, Gjagjallar, Kushërinj, erdhën nga jashtë, nga Italia që i falenderoj me shpirt, sepse i treguan Alteos të Dhoriut, i cili nuk i kishte parë ndonjëherë derisa mbushi 10 vjeç, se sa shumë njerëz ishin dhe sa shumë familjar kishte dhe sa shumë Kushërinj kishte. Dhe u knaj që maj shumë dhe kaluam një moment jashtë zakonisht të bukur, po kjo është shumë e rëndësishme, Malvina, që ne të dim rënjët dhe të kuptojmë që kemi familje që na duan, që na mbështesin, që janë aty, që përveç se sfidave, sigurisht janë edhe këto momente. Absolutisht. Unë, për pos gjithë lodhjes që kemi me shumë momente humorit më tani. Po, shumë gjëra. Ja, për shumë, bëhem shumë gjeloze, për fëmijët e mi kur kthehem nga puna, duke qenë se unë kam shumë kërkesa llogarie, ato i turen bashortit, erdhi babi, thua, ti sikur se kam parë një vit. Them, po dale mos erdhi dhe mami. Erdhi mami atje. Çike mami. Kjo është tipike. Edhe unë kur shkoj te babi. Po humori zguxoj të ha, humor tjetër që zguxoj të ha një çik se duke qenë se unë përpos lindjeve kam pas një trup, du më thënë të shesht, sa më fryrë që barku, dalin kalamajt, mami, se me zi po presi fëmin e 5, mami, ke beba duke të sot. Se ato 2 vjeçit nuk e din fare që është, po vetëm që është baby, dhe ajo që është 20 muaj që mami, baby, me zi po e presi, dhe më kam faj unë tani, që më thënë që këtu arri në këtë lloj përfundimi që fëmijët kur rriten në këtë lloj atmosfere e duan më shumë njëri tjetrin, domethënë. Në momentin që ato rriten 1 apo 2, mësojnë atë vetminë, atë habitatin e tyre dhe sigurisht nuk ju duket sikur po lini tjetër po a merr diçka, por është e papranuar në mendsinë e tyre një fëmijë tjetër. Dhe kështu ndodhi edhe me ne, domethënë. Unë të kirë pavarësisht se i kam me shumë rrezik lindjet, me rrezik dështimi, regjim shtrati, unë asnjëherë nuk do ta humb shpresën se
sa kohë Zoti më ka dhënë trupin për të dhënë fëmijë, aq më tepër edhe këtu futen edhe emocionet e nacionalitetit së mësuese dhe të letra shkrimtar, se do i jap mundësinë sa më shumë motra dhe vëllezër. Por kur shikon gjithë të probleme, fëmijë, rini, siklete, nuk të stepin, fare. E kalojnë, unë mjafton, dhe më thëmë me të parën kam bërë goxha punë dhe me dytën, dhe pasaj mësojnë vetë gradualisht ato njëri tjetër, në kupton? Edhe fatkesisht mje i parë, me rolin e nënës, dhe më thënë në rastin konkret se vajzën e kam parën, edhe mësohet, ka ish pelenat, ka bërë shumë punë. Klaudia, po, thot Klaudia. Gjithë, e mirë këtë lloj status, edhe dje po më thoshe, mami, e disim duket vetja nga njerëz, sikur jam mami për këto kalamajtje, jo motra madhe. Sa e vështirë që ka t'jesh fëmija më i madh. Për fëmijët, unë ndaj mendimin, për pos, realiteti sot më është shumë i egër, as pak suportues mbështetës për familjet, edhe nuk duhem parë shteti me lup këto gratë, se ku jam, por ato le t'i shikojnë familjet apo nonat që janë bekim dhe fëmijët vinë me risk, ta ksej pak edhe nga interpretimi fetar. Çdo familje pra është një dritë kur lind fëmia, është risk më vete. Mos u step sepse a do kesh mundësi për ta përballuar nga ana financiare. Sigurisht është një sit më vete, por ai e ka, Zoti i ka dhënë riskun ende pa u ngjisur në mitrën e nënës. Dhe me këtë qetësoje veten tënde. Dhe më mirë dori të përqafoj, domethënë pa ngrohtësinë, ëmbëlsinë e fëmijëve, sepse janë një shpresë për të ardhmen. Nëse ne do të vazhdojmë, dje po më pyesin studentët, Zusha, si mendon ti me gjithë këto ritme duke nisur dhe nga studimet për gjuhën shqipe, si është e ardhmja e shqiptarëve? Shumë shpejt dhe është një problem shumë madhor dhe në mesin e studiuesve albanologëve që po e shohin shumë të brish dhe të plakur të ardhmen e Shqipërisë. Ky është një fakt, edhe janë shifra që vinë. Edhe duhet bërë thirrje në këtë rast politik, pra nëse ne do vazhdojmë kështu shumë shpejt do shuhet. Prandaj janë bekim këto familje me nënat me fëmijë shumë, tani po i vendosim atë specifikuesin atje shumë. Janë bekim dhe shpresë për çdo lloj populli. Për brezat e ardhshëm. Absolutisht edhe për vazhdimin. Fakt, sepse dëgjova që dhe mami im ka pasur shtatzanit jo shumë të lehta, madje me Reinën ka qenë patjetër dhe rrezik dështimi, madje kishim shumë familjar që i thonin mamit abortoje, se ndoshta nuk duhet. Dhe mami vetëm prej besimit dhe duke qenë se ishte kundër dhe tha, jo, unë do bëj atë çfarë mundem dhe ky fëmijë do vinë jetë. Dhe pastaj momenti që erdhi patjetër solli shumë gëzim në familjen tonë dhe vazhdon e rritet shumë me lumtur me dashurisë. Mua doktoresha më ka thënë që duhet ta heqësh që në të dytën, sepse nuk ta përballon dot trupi. Dhe unë edhe im shoq kemi bërë një luftë shumë të ashpër atëherë se më thoshte, mua më duhet Malvina si bashorte. Tani na ka bekuar Zoti me një vajzë dhe të rrim me këtë. Dhe ishte vendimi im dhe besimi në zemrën time se kisha një besim të madh, domethënë pa lëkundur që nëse Zoti e ka shkruar që unë do vdes për këtë fëmijë, unë do vdes në lindje edhe gjatë lindjes. Nëse ai e ka shkruar që unë e besoj atëherë shumë që unë do lind shëndosh edhe gjithçka do shkojë mirë, dhe ja ku është realiteti që unë jo vetëm të dytën, më thënë vendosmëria ime dhe solla dhe duke dëgjuar këtë po bësh gati për të tretin. Mu kujtua djali kur më thot në herë, po bësh gati për të tretin, duke dëgjuar gjithë këto sfida dhe sakrifica. Po bolle se më lodhe, amam, më let të rri pak. Po mija, më bëj i vlla atëherë. Më bëj i vlla që të luasu të lera aty. Domethënë kjo është edhe një lloj zgjidhje që mund t'japin. Ka mesazhe jashtëzakonshme në fakt që jepen sepse ne kemi harruar këtë pjesën e fëmijëve shumë dhe kur dëgjon e kupton se sa rëndësishme, sa vlerë ka jeta sot, dhe ndonjëherë stepesh në një moment që duhet më shumë besim në vetvete, më shumë besim në Zot, për të kuptuar se sa e bukur është kjo jetë kur je i rrethuar me fëmijë. Sot më shumë njerëzit janë të rrethuar me kafshë, po mojnë që kanë akoma më shumë vështirësi për të marrë se sa për të marrë një fëmijë. Do të thonë një kostë të jashtëzakonshme. Sa më një kafshë më mirë. Preferojnë të mbajnë qenin, macën, pavarësisht se nuk kemi kundra kafshë, por se dhe të ndjesh aromën e ablandit një gjë shumë herë më të rëndësishme. Ka momente të vështira se gazmore ti pyet? Po ka momente të vështira, vështirësi më madhesh me veten tonë, si prindër. Është kur jemi të lodhur, kur jemi të ngarkuar nga problemet e punës, që duhet jemi gazmor tek fëmijët, duhet jemi
në sytë e tyre do dukemi normal. Ka momente të vështira, jeta nuk është vetëm një vije drejt. Ka ullje, ka dhe ngritje. Por unë them që vështirësitë mundohemi të lëmë që janë të punës, të lëmë në Aty ku punë. janë. Që janë të familjes, shpesher janë lutur Zotit edhe kur fëmijët kanë qenë, gruaja ka qenë shtatzan, sepse thonë nën me shumë fëmijë, nuk është nëna me shumë fëmijë, është babaj me shumë fëmijë. Sepse një nën quhet edhe një baba me shumë fëmijë. Momentet të vështira ka pasur kur fëmijët sëmurën. Momentet vështira ka Mund të janë pasur gjithë dhe njëri tjetri dhe janë të vegjël dhe bëhen të gjithë radhë dhe bëhen sëmundja është Dhe zakonisht gjithë në 4 javë mos më plisin në tek punë. kur ndodh një sëmundje, atëre në shtëpi bie pak një pesimizëm, por duhet ne si prindër t'i ngrem. Jo, neve do vem tek mjekët, ne do vem të diagnostikohemi, do marrim ilaçet dhe njëkohësisht do fuqizojmë lutjen tek Perëndia. Mjeku do bëj punën e vet, edhe neve Perëndia të saj. Por nuk ka, çdo gjë kalon. Dhe kur kalon themi sa të vegjël ishim, që për një moment kaloi një mendim trishtimi. Ati ka lodhje, por lodhjen e mund gëzimi, e mund bukuria, e mund atmosfera e bukur. Ja për festat e 28-29 nëntorit, mesi sa po presim tani një të vim, të tërë si familje të ikim 3-4 ditë nga Tirana, të vëm të argëtohemi. Samir, do merr keni 4 ditë pushim do i shijoni. Edhe unë pushimet i bëj vetëm me familjen. Me miqt mund të kaloj fundjava kështu, por kur bëj pushimet them për mua unë dhe familja, asnjë tjetër. Dhe zakonisht do të mbyllet telefonin, por shpeshherë s'na kuptojnë, sepse do dua që ti përkushtohem atyre në mënyrë totale. Dhe ata të jenë tek mua, sepse duke udhëtuar, duke bërë një ekskursion, duke bërë një vizitë diku, ne njihemi më mirë njëri tjetrin. Sepse gjatë paraditës ata janë në shkollë, ne jemi në punë. Po, takojnë njëri tjetrin. Po, vjen ora 3, ata janë me detyra, neve në shtëpi pak të shplodhemi, darka na mbledh më shumë që jemi më të tërë bashkëtu, por që kur jemi tërë bashkë në përudhëtime ose në përpushime, njihemi akoma më mirë, njohim dobësitë e njëri tjetrit dhe mundohemi t'i korrigjojmë. Por modeli i fëmijës së parë mbetet model për gjithë fëmijët e tjerë. Dhe mundohemi që fëmijës së parë t'i ushqejmë dashurinë, respektin, besimin dhe vlerat njerëzore, sepse do vinë gradualisht nga i pari deri tek i fundit dhe këto do t'i imitojnë dhe fëmijët e tjerë. Ashtu është. Sfidë e madhe dua ta mbyll me një pyetje të fundit për ty, sepse të ka rastisur që në Kish të kurorizosh shumë çifte. Si thua atyre, me sa më shumë fëmijë? Zoti ju bekoft me fëmijë. Në shërbesën në uratat që lexojmë atje, në lutjet që bëjmë, i themi shumohu si Sara, bekohu si Rebeka, si Abrahami. I them, ashtu si uratat dëgjuam këtu, kështu dhe juve këto të jenë parimet të jetës tuaj. Jo çdo çift e ka dhurat bërin e fëmijëve. Duhet të kuptojmë këtë. Nuk duhet të nxisim çdo njeri, sepse ka njerëz që mund të bien në dëshpëri dhe në depresion të madh. Më mirë ata që e kanë dhurat ta kultivojnë, të tjerët në masën e tyre. Jo të tërë jemi për çdo gjë. Malvina, do japësh ti një mesazh? Meqense këtu për fatin ton të mirë kemi 2 besime të forta që sigurisht mesazhi më i bukur që kam dëgjuar deri tani është mënyra se si familja është e rëndësishme dhe vlerat në familje janë akoma më të rëndësishme për të rritur fëmijët. Unë doja sugjeroja, domethënë më saktë çdo femre që mos friksohet as pak nga aspekti ekonomik, por fëmijët janë bekim, është një arsye shumë e fortë për të ecur përpara. Është një arsye për të kthyer me vrat në shtëpi dhe për ta ndjerë aromën e familjes dhe të fëmijës. Kështu që janë një lumturi e paçmuar ekzistenca e një, por jo një, akoma më shumë. Klodi. Ideja ishte që me ata fëmijë që janë rritur edhe do më thonë kur shikoj gjëshallar. Po të bëj presion tani. E di si them njerë, edhe me këto bisedën që u ndjeva tash në fakt sepse kur vjen nëpërmjet fesë të lini një kështu, do të diskutoj edhe njërë me bashkotën se... Po daleja jo, sigurisht. Duhet një marrëveshje e vogël për ta bërë, dhe besoj që 3 janë normal. Megjithëse se italianët thonin dikur, kur i dëgjoj dikur që thoshe një fëmijë është pak, 2 janë shumë, e thoj si ka mundësi. Kur e kishe një ishte pak, kur bërë një 2 thupë se po tash mendoj se 3 janë normal. Klaudia, ty nuk po të vëmë në presion. Jo, ama. Sepse je shumë herët. Se të bëj deklaratë. Klaudia se ka për veti, Klaudia ti duhet edhe për të urojmë të gjesh një burr të mirë. Okej, po këtu më gojë. Një bashkëshort të mirë.
Kështu që se pastaj të tjerat i vendosë. Ambicios për fëmijë. Zoti i bëft të hajt të gjithë fëmijët, sidosit janë 1 apo 4, Zoti i bëft filiza të denja për Shqipërinë tonë, të hajt krenar për shoqërinë tonë kudo që të jenë dhe të jenë sa më shumë kontribuar. Pater, shumë faleminderit. Unë ju falenderoj për emisionin e bukur që bëmë sot. Faleminderit, shumë faleminderit. Ishte kënaqësi që ju kisha këtu sot për mua dhe ne do të shkojmë në hapësirë të shkurtër publicitare, do të rikthehemi në pjesën e 4. Më falni të tretë, mos largo.